Ermonela Muçi është shprehur se perceptimi i qytetarëve ndaj sistemit të drejtësisë vjen të mbetet problematik veçanërisht në çështjet civile, ku niveli i pakënaqësisë mbetet i lartë. Gjatë një deklarate, ajo theksoi se rreth 50% e qytetarëve shprehen të pakënaqur për mënyrën se si trajtohen çështjet civile në gjykata, duke nënvizuar nevojën për më shumë transparencë, komunikim dhe standarde më të larta nga institucionet e drejtësisë. Sipas Muçit, gjykata duhet të kenë një qasje më të afërt me qytetarët, me qëllim që të reduktohen ankesat që lidhen jo vetëm me vendimarrjen, por edhe me mënyrën se si ofrohet drejtësia. Antarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor thotë se besimi i publikut nuk ndërtohet vetëm përmes reformave ligjore, por edhe përmes sjelljes institucionale, etikës dhe efikasitetit në trajtimin e proceseve gjyqësore. Unë jam nga ato që besoj që në çështjet civile 50% e qytetarëve janë të pakënaqur, 50% e qytetarëve janë të kënaqur, sepse do desha që gjykatat në tërësi, gjykatat të kishin atë qasjen me qëllim që qytetarët, pavarësisht që mund të mos e marrin atë që pretendojnë, por të mos kemi ankesa në lidhje me mënyrën e drejtësisë, se si funksionon. Pra, kjo do të ishte një rezultat, domethënë, më optimist. Një tjetër shqetësim i ngritur prej saj lidhet me sfidat që po përballon sistemi i drejtësisë, veçanërisht në gjykatën e apelit. Muçi u shpreh se nga kërkesa e lartë e dosjeve dhe problematikat e trashëguara kanë krijuar vonesa të konsiderueshme në shqyrtimin e çështjeve. Sipas saj, situata është rënduar edhe nga kthimi për rigjykimin e një numri të madh dosjesh nga gjykata e lartë, çka ka sjellë rritje të mëtejshme të volumit të punës në apel dhe në gjykatet e shkallës së parë. Ajo theksoi se ulja e stokut të çështjeve të gjykatës së apelit mbetet një ndër sfidat kryesore të sistemit gjyqësor. Për këtë arsye, sipas saj, nevojiten masa konkrete për përmirësimin e menaxhimit të dosjeve, rritjen e eficiencës së gjykatave dhe garantimin e një procesi gjyqësor më të shpejtë për qytetarët. Sfidë tjetër që ka sistemi nuk mund të them për shkallët e para, sepse me kalimin e kohës shkallët e para kanë filluar dhe të themi po plotësohet numri i gjithë magjistratëve të cilët kanë qenë, të themi, deri diku vakant. Por sfidë kryesore kemi gjykatat e apelit. Gjykatat e apelit, të cilët kanë krijuar një backlog të jashtëzakonshëm, kjo edhe për shkak të fluksit në rritje që po vjen nga shkalla e parë, për shkak të plotësimit të vakancave, por gjithashtu edhe nga kthimi apo prishja e dosjeve nga gjykata e lartë. Dhe gjykata e apelit, themi, është rënduar apo është shtuar backlogu. Tani, kjo do të jetë një sfidë edhe për gjykatat e shkallëve të para. Mënyrat janë të ndryshme. Në qoftë se gjyqtarët e shkallës parë aplikojnë me seriozitet, me profesionalizëm dhe seriozitet, jo pa dashur të themi që nuk kemi pasur deri në këtë momente, por duke ndikuar qoftë edhe në ajo gjë e vogël tek bërja e ditur e ndërmjetësimit, mëshimi i kësaj lloj mënyre zgjidhje çështjeve është pa kosto, ul kohën e gjykimit, shpejtësinë e drejtësisëdhënies, pra qytetari e merr atë në një kohë më të shpejtë, por uli dhe backlogu në gjykatën e apelit. Pra, ne do ndihmojmë njëri tjetrin sepse ne jemi një zinxhir i cili funksionon në qoftë se të gjitha hallkat do bëjnë atë punën e tyre, atë punën e vogël, nuk do vinë ndryshimet e mëdha me gjëra të mëdha, me revolucione. Domethënë do fillojmë ditë pas dite, secili do bëj nga një gjë të vogël. Dhe pikërisht këto gjërat e vogla, ne jemi kaq shumë, do bëjnë ndryshimin në një kohë më të shpejtë. Antarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor Muçi nënvizoi gjithashtu se reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në sistem, por rezultatet duhet të ndihen më shumë nga qytetarët. Ajo shtoi se institucionet duhet të punojnë për të rritur besueshmërinë dhe për të rikthyer perceptimin pozitiv të publikut ndaj drejtësisë në vend.